prej disa kohësh jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka ndërtuar jetën atje. Bëhet fjalë për këngëtarin e njohur Arjan Korkaj. Arjan, shumë faleminderit për këtë intervistë nga SBA-ja, një vend shumë i largët me Shqipërinë. Gurian, respekt e ty dhe gjithë miqve dashamirësit e tu që të dëgjojnë, si ata që na duan, si ata që na duan, se mos qofshim dhe pa ata që s'na duan, se s'do beshim më të mirë, mendoj unë. Kjo është shumë mirë. Arjan, mirë se erdhe dhe kjo është intervista jonë e parë. E tashti se të ndërpresë të kuptohet, bëjmë dhe shaka dhe humor, tashti që erdha në VIP magazi, më thënë, unë quhem VIP publikisht tashti. Tani zyrtarisht do të çet dhe certifikatën e VIP-it dhe je zyrtarisht VIP. Po, lëre nashin jepi, themin e lavët nashin. Arjan, ju sa po keni publikuar një këngë, a mund ta flisni pak më shumë për këngën, për çfarë bëhet fjalë, kush e ka shkruar, kush e ka kompozuar? Për jetësi, është një balad, tashi besoj se çdo prind që të pyesësh për fëmijët e vet, do thotë që është gjithë fëmijët janë të mirë. Është një balad besoj shumë e arritur të paktën nga teksti i Florian Zykës, Ironit, si muzikë, orkestrim dhe gjitha bashkë i Klodian Qafokut, që përveç se kam përnder që punoj me Klodin kaq vite dhe me të tjerë, po të paktën flasim aktualisht për këtë këngë tashti. Edhe me Ronin kam bërë dhe këngë tjera, do të thënë Hëna apo Ti, flas si balad me Ronin, si tekst. Të dyja kanë qenë këtë harrosh dhe këtë lësh, për mendimin tim. Tash do thosh, po e thua kështu se do i bësh reklam këngëve, besoj se flet teksti vet, pa folur unë. Tash që përket pjesës time le ta gjykoj populli. Po tash derisa erdha te ty do të thotë që unë nëse do dal do bëj playback nga mbrapa, do marr mikrofonin se janë VIP. Unë çado që të bëj tash dhe se këngëtarët VIP mendon se këndojnë vetëm me playback dhe nuk këndojnë. Në qoftë se ke parti ndonjë ma thuaj edhe mua. Ka këngëtarë që këndojnë live. Nuk po them që në këtë poshtë nuk kanë pjesën VIP nga mbrapa, ata janë këngëtarë. Ata janë këngëtarë të mirëfillt, që i respekton çdo kush, edhe unë, kolegë kur e di që janë live dhe janë për të qenë, patjetër që i respektoj. Po shumicën po shikojnë çfarë bëhet në klube, po. Kur thoj që ka këngëtarë që ose shumica e këngëtarëve këndojnë playback, ke parasysh ndonjë emër apo thjesht nuk do që të thuash ndonjë emër, që të mos kesh, po themi, kështu. Prandaj pëlqeni ju VIP magazi se e fusni çorbën, domethënë le ta gatuaj vetë, haj vetë në fund. Dëgjoj, unë flas çfarë shikon populli. Atje ku vetë argëtohet populli, e di populli shumë mirë atje ku vetë. Po është fatkeqësia e tyre që vënë dhe i paguajnë. Se mendojnë se shohin një gjë nga poshtë dhe çfarë do bjeri, në vend do ngelet. Mirë ata që nisin atë karrierë në atë mënyrë, mendoj unë. Arjan, sa e vështirë është që të lësh Shqipërinë dhe të ndërtosh një jetë tjetër në SBA? Kjo është një pyetje që s'ma ka bërë njëri them deri më sot edhe është vërtet pyetje po t'jesh pak në logjik, është pyetje vështirë. Është sigurt të lësh nënën dhe babën dhe t'ikësh, se këtë kanë bërë gjithë. Unë Shqipërinë e dua, jam shqiptar, më kputet shpirti kur e them sepse do të jesh shumë burr kur flet që t'jesh me burr me pantallona flas, nuk them të ketë iku rripje të jenë zbërthyer, që të bien shesh, por Shqipëria është vendi ynë që na arriti. Ne po nuk dëshim Shqipërinë, ne nuk duam njëri tjetrin. Por fatkeqësisht na kanë bërë në mënyrë të tillë, e them këtë dhe jam shumë zotëri, po tonizoj përsëri që Shqipëria do bëj vetëm nga ne, nga rinia nga ne, domethënë kur ishim në moshën tonë flas, më të rinj. Vendi mbahet nga rinia, nga populli, po nga rinia kryesisht se ata kanë fuqinë, kanë moshën, kanë fuqinë, kurse rinia sot në çfarë bën, ka ikur. Dhe ata që kanë ngelur atje pas disa emisione nga gazetarë të ndryshëm, nga njerëz miq tanë, që pyesin çfarë është gërma, domethënë marrin gërmat, i pyesin për gërmat, nuk din gërmat rinia jonë sot. Është për të qarë, jo për t'ikur. Kështu që për mua Shqipëria është gjithçka. Sigur lën nënën dhe babën. Arjan, po cila është ajo forcë që ty të shtyn që të braktisësh atë dheun, të lësh, po themi, shumë gjëra në Shqipëri dhe t'ikesh larg. Dhe a ja vlen që ti të nisësh gjithçka nga e para në një vend të huaj? Më ke lënë pa fjalë Gurian, edhe pse jemi live, nuk mi ka bërë njëri këto pyetje, që kanë pritur këto pyetje nga shumë të tjerë që janë shumë ndoshta
shumë vite më përpara në gazetari, por më habita, bravo të qoftë për vetë tënë, nuk e dija dhe nuk njeh, jam shumë zotëri për këtë i them, por është realiteti se bëjnë ato pyetje zakonisht ç'bën jetën private ose jeta private ngelet jetë private nëse mendoj unë. Këtu jetash jo këtu, po kudo që vete emigrant jeta shumë e vështirë siç e kam thënë në këngën Mall, që për mua ajo këngë është gjithçka, si tekst si muzikë nga Sokol Marsi. Është gjithçka për mua si tekst dhe muzikë. Vuajtje ke kur je jashtë. Për mendimin tim si janë ke vuajtje kur je jashtë dhe je sido që t'jetë na përzun nga Shqipëria. Nuk deshëm t'ikim, unë nuk besoj se asnjë nga brezi im, apo dhe shumë më përpara, apo dhe më mbrapa, çdo kush ka hikur nga një hall ose ka përzan vetë shteti. Ne na përzu Saliu atëherë, pavarësisht se na duke sigur hajtë se hypëm në Paranie, hikëm nga mali nga Greqia siç kam ikur unë të paktën në 91-shin, nëse gaboja 92-shin, nuk mbaj mend të mirë, na përzun. Miku im, na përzun dhe na përzun në mënyrën më arrogante, më të çnderuar. Ne na përzun, fatkeqësisht. Arjan, kur i shiko ka shumë vite që kanë kaluar dhe je ka shumë vite larg atë dheut, a ka ndryshuar diçka tek Shqipëria? Pra, a do ishe i gatshëm që të ktheshe nga SBA-ja për të jetuar përsëri në Shqipëri? Qofse ti mendon se ka ndryshuar ndonjë gjë këtu në vendin tonë? Mirë ta thashun që pyetjet që bëke ti unë nuk i prisjem. Dhe halal qoftë. Do kthesha me gjithë shpirt nga SBA-ja në rast se do e merrte Shqipërinë që ta drejtonte vërtet, një njeri i arritur, një njeri i studiuar, një njeri që e do Shqipërinë në radhë parë, që ta doj, të doj ata pleqë që marrin pensionin, se krijuan ata që gjetëm ne gati sot, në atë mënyrë, aq sa gjetëm. Mos ikim të fluturojmë me preshë dhe s'dim ku vemi. Kjo ndodh kudo, nga ata që ndërtuan Shqipërinë, Shqipëria duhet pastrohet nga ata që e shajnë Shqipërinë. Ky është mendimi im. Nga ata që ishin spionat dikurshëm dhe u bën po ata sot. Se spiona pra janë pjanë. Më thënë shkoj ku duash, në thonjza, si shtoni dikur, po që e femra e ligë e fshatit, në thonjza që e njifte gjithë fshati, çoj ku duash, çoj edhe në qytet, prapa ajo do ngelet, se nuk mund të ndryshoj. Kështu që ne duhet pastrojmë vendin. Jo se nuk ka njerëz të mirë, ka shumë njerëz të mirë në Shqipëri, po edhe studiuar, po ata i çuan në cep ose i mbyllën gojen. Fatkeqësisht. Po e morën ata në dorë, po unë vi. Jo vi, po vi që nesër. Të pastrojnë çfarë janë, çfarë nuk janë. Të gjithë këta ajka dhe ajka jon, që quhemi këngëtar apo çfarë mund të quhemi, po u pastrua dhe nga këta, se është bërë, domethënë, kudo që vete është vetëm degenerim, nuk shikon diçka tjetër më. Të pastrojnë këto tallavat e shumta, këto që janë bërë një rrëmuj që ti domethënë ngatrojnë këmbët. Nuk dim ku ecin. Po ashtu është bërë në politikë. Ne kanë kap me njëri tjetrin, bëjnë çfarë bëjnë, se si dole tash ti pa qenë asnjë gjë dje, deri dje babajot, në thonjza, ditë edhe nga që ishte i njohur, kuptohen për këtë, në përgjithësi. S'kishte ilaçe të merrte ilaçe për shëndet dhe tash u bëre milioner nga dole. Kështu që